Bordi është partneri i biznesit, është partneri i CEO-s. Ai miraton CEO-n edhe shkarkon CEO. Dhe në njëjtë kohë ngarkon apo shkarkon gjithë pjesën tjetër të nivelit të lartë të menaxherial. Kush janë anëtarët e bordit? Janë njerëz që kuptojnë biznesin. Janë njerëz të cilët kanë interesa të mira me tyja, janë me të njëjtin nivel të energjisë me tyja. Njerëz të cilët e kanë bërë punën e CEO-s. Njerëz të cilët trajnojnë në mënyrë të vazhdueshme në ty mendsinë e tyre. Se për ndryshe ata do të shkatrojnë, sepse për ndryshe ata nuk do të miratojnë tuja filozofinë e dur, kulturën e dur, njerëzit e dur, sepse s'do ta kenë dot mundsinë. Pra është përgjegjësia jote. Pra bordi është atje për të ndihmuar tuja. Bordi është atje për të penguar tyja të mos bësh gabime. Dhe për të dhënë tyja mundësinë që ti të ecësh më shpejt përpara. Sepse kur bën gabime, nëse ti ecën me një ritëm, bën 10 gjëra të mira, me një gabim mund të shkosh prapë tek 5 gjëra të mira. Që të bësh më pak gabime në jetë. Pse është shumë e rëndësishme që ne të kuptojmë që bordi është atje që ne të mos bëjmë gabime. Nuk ka skuadër të klasit botëror, nuk ka skuadër e cila ka sjellë rezultate të mira pa patur një bord të mirë. Është përgjegjësia jote që të dish, a është bordi i dur, okay? Sepse ndonjëherë do më thotë dikush po mirë, por puna e bordit kush është? Të identifikoj, të parashikoj mundësitë, krizat, kostot, probabilitetet, të parashikoj sepse vetë CEO-ja mund të jetë i fokusuar në shumë gjëra të tjera, bordi duhet të bëjë këto punë të veta. Është të hulumtoj kush janë pasojat e dorës së dytë, e dorës së tretë, e dorës së katërt, por në biznes është si puna e shahut, çka kemi thënë, një gabim tani, ti nuk e shikon, kjo nuk do të thotë ne që nuk e shikon ti, ajo nuk do ndodhi, do ndodhi, e ka marrë fund ajo. E i bëre gabim që në momentin e parë, iku ajo. Është shumë e rëndësishme që ti të hulumtosh kush janë pasojat e nivelit të dytë, mos bësh gabime në fillim. Mos bësh gabime në marrjen e vendimeve për të blerë një aset, për të blerë një kompani tjetër, për të zhvilluar një treg të re. Atëherë ata njerëz janë atje për të ndihmuar tyja. Janë atje partnerë të biznesit tënd. Janë partnerë të hartimit të strategjisë tënde. Janë atje për të përcaktuar se çfarë po bën tregu me pagat, me sistemet e shpërblimit, të kombesimit të ekzekutivit, sepse edhe ekzekutivi i lartë duhet miratimin nga bordi, të bën tyja që të mos bësh gabime.